Kam filluar dyshoj shumë tek njerëzit, tek shoqja ime e ngushtë, madje sikur më bëjnë magji ose më marrin mësysh. Ato nuk më japin asnjë shkak, as dhe asnjë arsye të dyshoj, por thjesht dyshoj. Madje jam larguar shumë nga shoqëria sepse kam këtë merak dhe frikë. As nuk shkruaj, as nuk flas më me to sepse dyshoj dhe kam frikë. Ilaçet, urgjentisht ilaçet. Urgjentisht nis ilaçet. Ose gjilponat e elefantit, ose të kalit. Shko ke pesa, gjejna i neurolog, gjejna i, si quhet, psikiatër, po. Se psikologu s'bën dobi në këta raste, psikologu vetëm se ta shton më shumë. Gjejna i psikiatër të mirë, gjejna i doktor të mirë, edhe urgjentisht ilaçet, sepse çdo sekond që ti kalon mund të kthehesh në një rrezik potencial. Për veten, për familjen dhe për këto shokët e shkret dhe shoqet e shkreta që të kanë ty në rrethin e tyre të shoqënisë. Shumë qelloi me njërin një herë. Ishte fiksu që e përgjojnë. Gjithë, po të gjithë. Po thash, po ka që rëndësishëm që e ti mërpuri, thash. S'po na përgjojnë neve. Thash, ti mendon si gjithë bota rrotullohet rreth teje, domethënë po të përgjum ty e kanë botën kontroll. Vallahi bilaj pasha Allah gjallë në botë se ju mushte me një vlezë, për Zotin e më. Aty e kom paun që këta njerëz vetëm gjilpona, ose kokra, ose ai ilaçi i padukshëm ke ujë me pika, e pina i për ujë ose e pin për çaj, edhe mas 3-4 muaj ftjellohet. Përndryshe këto nuk ka laborator korone e hantasi, si që të kërë që ka dalë të? Hanta. E hantaje që ti mori për sipër, pasha Allah, nuk ka gjohën botë që këta i merë për sipër, vallaj bile. Dhe këta njerëz kthehen në rrezik potencial, se i fiksohet që ja ka bo magjin. Edhe hajde mushja mendje që s'ka bo magji. Gjallë në botë nuk i mushet mendje. Për këta arsye, nuk e di që jeti motra po vlla, po të këshilloj ilaçet. Pasha Zotin më ke nevojë për ilaçe, vallaj bilaj. Vetëm ilaçet në prufshin Terezi, se s'ka birë none që ty të birin Terezi. Ilaçet inshallah të binë. E ka bo Zotin. E ka vu Zotin, si thaj, e ka vu doktorin, e ka vu Zotin. Që shko këtë doktorin, se e ka vu Zotin dhe doktorin, e në dil nga kjo bota iluzioni, sepse do të kthehesh në rrezik potencial.